Neki, si e përjetoj familja jote klipin kur aktron si kur ke ndëruar jetë? Ka qenë shumë e vështirë, sidomos për prindin tim, ka qenë në atë periudhë kur unë e kom bua atë klip, ai ka qenë pak në gjendje jo të mirë shëndetësore, do me thonë edhe bashkësak nuk ka qenë gjendje me kuptu situatën që ka qenë videoklip për babajin bojt fjallë. Për to ka qenë pak e vështirë, edhe më pa thonë që e mbajnë men, pa thonë që mos bonë më kështu diçka, tha se po mundon shumë. Nuk e ka pëlqy, me gjitha to për të tjerët ka qenë një rol imi që edhe unë e kom pasi një rol. Edhe u komentu nga portalet, që e ka arrit ato që ka... Aty ka pas një skenë kretë ndryshë, ma interesante sa jo skena imja që vdes në klip. Ka qenë një moment ku ne kemi shfaqet një fëmijë që po linë në atë spitalin aty. Edhe pikërisht ka qenë koha dhe momenti i njëjtë kur ne kemi marrë lajmin që ne po bëmë prindër. Do me thonë, atove që kemi shfaqet në klip, po kërkush se ka kuptu, ajo skena nështë tash kush e sheh klipit mund me vrejt. E ndërlidh. Ne kemi paralajmëruar aty në klip, po mënyrë indirekt.